siç e dini, prej një muajsh, Bashkia Korç në bashkëpunim me një prej të rinjve të qytetit, Megi Hasani, kemi ndërtuar stacionin e biçikletave dhe shumë shpejt pritet të ndërtojë stacioni i dytë në ambientet e Parkut Rinis, por sot është një ditë e veçantë, është dita ndërkombëtare e ditës pa makina dhe ne si bashki kemi vendosur që të lëmë në dispozicion stacionin e biçikletave për të gjithë qytetarët, dhe ata mund t'i përdorin të gjitha biçikletat falas në shenjë sensibilizimi për të dhënë mesazh të gjithëve, për të jetuar një jetë sa më të shëndetshme, për të përdorur sa më pak makina dhe sa më shumë dyrotakët. Tani këtu jemi në ambientet e Parkut Rinia, është një investim i ri i Bashkisë Korç, edhe siç e shihni, ndodhet edhe një pistë biçikletash ku të gjithë qytetarët mund të vinë të frekuentojnë edhe të shijojnë ajrin e pastër, edhe të përdorin dyrotakun për të pasur një jetë sa më të shëndetshme. Gjithashtu është me rëndësi të thuhet që njësia kreative e Bashkisë Korç është duke krijuar një tur, është një art me përshkrime të ndryshme, ku të gjithë turistët mund të shkojnë dhe të bëjnë ture të ndryshme në të gjitha rajonet e ndryshme të Korçës, përfshi fshatrat e ndryshme, fshatrat turistik, përfshi zonat malore sipas vështirësisë së tyre. Për të gjitha të apasionuarit që kanë dëshirë të përdorin dyrotakun, por jo vetëm të apasionuarit, por edhe njerëzit të cilët kanë dëshirë ta përdorin, thjesht për arsye argëtimi, mund të kenë shumë shpejt këtë guid në dorën e tyre me përshkrimet përkatëse për të përshkruar të gjithë rajonin e Korçës. Përshëndetje, unë jam nxënëse e shkollës së Vasti Qiriazi. Kemi dalë sot për ditën pa makina me disa shoqe të klasës dhe ne na pëlqen shumë të dalim me biçikletë, sidomos disave prej nesh. Unë më pëlqej shumë, dal çdo ditë. Babi im ka qenë dhe ciklist dhe mendoj se kam trashëguar pa nga ai ciklist. Sot këtë ditë pa makina, keni vënë re që po është ndaluar qarkullimi me mjete kështu apo? Jo, nuk ka ndikuar fare. Të gjithë vetën për qefin e tyre me makina dhe vetëm disa që janë njerëz të mirë që i respektojnë këto, kanë marrë bicikletat e tyre dhe kanë dalë, ose kanë lëvizur pa makina për distanca të vogla që mund të lëvizësh pa makinë.